4 ditë pas e vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja brenda sallës së gjyqit në gjykatën e jurisdiksionit të përgjithshëm të apelit, një tjetër incident është shënuar këtë të premte. Një qytetar ka kanosur rojen e sigurisë së këtij institucionit për shkak se ky i fundit nuk e ka lënë qytetarin të futet brenda sallës së gjyqit. Sipas policisë, situata konfliktuale ndodhi në pjesën e hollit të gjykatës. Gentian Mali, me banim në Laprak, kishte shkuar në gjykatë për të ndjekur një sanë gjyqësore të kunatit të tij që ishte për ekstradim, por sipas rregullores nuk lejohet hyrja në gjykatë e personave të tjerë përveç palëve në proces. Kjo gjë duket se ka irrituar Gentian Malin, ku meton e kërcënuesi është drejtuar punonësit të gjykatës me fjalët "ju jeni për të vrarë të gjithë". Pas kësaj deklarate është shoqëruar në polici, ku nga komisariati numër 1 ka dhënë deklarime. Pak orë pas regjistrimit të kësaj ngjarje në Tiranë, në gjykatën e Vlorës, avokati Redi Llanaj u konfliktua me rojen e këtij institucioni. Avokati ka kërkuar të hyjë në gjykatë duke thënë se ishte thirrur, por roja nuk e lejoi, duke kundërshtuar dhe duke thënë se nuk ishte në dieni dhe nuk ishte informuar që avokati të ishte thirrur në gjykatë. Pas konfliktit verbal, sherrri shkoi deri në dhunë fizike. Ndërkohë, këtë të premte ka nisur verifikimi i kushteve të sigurisë pas mbledhjes së 260 gjyqtarëve në KLG. Kryekomanduari i Gardës së Republikës Simon Zereci dhe kryetari i GKK-s Erion Bani pan ambientet e gjykatës dhe të prokurorisë së posaçme në mënyrë që të ketë ndërhyrje në kushtet e sigurisë. Inspektim sipas burimeve do të kryhet në të gjithë gjykatat e vendeve dhe më pas do të kërkohet ndërhyrja me qëllim rritjen e sigurisë së brenda dhe jashtë gjykatave.